Antarësimi i Maqedonisë në NATO është gjëja më e mirë që i ka ndodhur shtetit nga aspekti i sigurisë, edhe pse janë bërë kompromise të mëdha për arritjen e këtij qëllimi, tha Venko Filipçe në Klik Plus. Tani Maqedonia është në një çadër sigurie, në kushte ku në lindjen e mesme po ndizet një luftë e re, shton ai. Gjithashtu akuzoi se pushteti luan me Rusinë dhe Kinën, gjë që është në kundërshtim me interesat e SBA-s dhe të aleancës NATO. Iran se grupira zajedno со Русија и Кина, на друга страна, спроти интересите на Соединетите американски држави и НАТО. Тоа го каже генералниот секретар во собранието. Што ќе кажат членовите на владата? Што ќе каже премиерот? Што ќе каже раководството на ВМРО ДПМН? И знам, кога секојдневно, еви ние вадиме информации дека имаат тесни врски со луѓе кои што имаат врска со Русија, не одговорија никако на прашањето кој е Душан Адамовиќ, ново поставениот конзул на Македонија во Србија, човек кој што вика дека Македонија е окупирана територија, српска територија. Nga ВМРО ДПМН me të njëjtën retorik ndaj Filipçes dhe LSDM-s, ata thonë se me LSDM-n Maqedonia është bërë një regjim hibrid, diçka si Rusia dhe Bielorusia, me Putinin dhe Lukashenkon. Политиките на СДС со Заев и Филипче ја оддалечија Македонија од демократските стандарди, а ја приближија кон руската политика. Политиките на СДС со Заев и Филипче ја направија Македонија да биде хибриден режим со слични карактеристики на владење како на Путин и Лукашенко. Ndryshe të martën, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte ishte në Shkup dhe qartë tha se aleanca qëndron fuqishëm pas çdo antarit të saj, edhe pse ka debate, sipas retorikës, VMRO, DPMN dhe LSDM janë dakord se antarësimi në NATO është një përfitim i madh nga aspekti i sigurisë për shtetin.